Në kampionatin kombëtar të notit për fëmijë të mbajtur në fund të muajit mars në Tiranë, ekipi i Teutës është përfaqësuar me 14 notar, pjesa më e madhe të cilëve të moshës 9-10 vjeç. Pavarësisht moshës së vogël dhe periudhës së shkurtër që ushtrojnë notin, disa prej tyre kanë arritur rezultate mjaft të mira. Mes më të mirëve janë Dion Troci që fitoi vendin e parë në garat 100 metra dhe 50 metra stili lir, dhe Lili Sfici që u shpall fitues në garën 200 metra stili lir. Në kampionat more pjesë? Po. Çfarë fitove? Diplomë dhe vend i parë. Dhe unë ndjeve shumë krenar në ato momente? Po. Shumë. Ti je kampioni i skuadrës? Po. Edhe si të bën të ndjesh ky fakt? Shumë mirë edhe shumë i kënaqur. Sa vite ke që i dedikohesh notit? 5 vite ose 6 vite. Për trajnerin e kampionëve të vegjël Jurgen Fici, këto arritje janë mjaft premtuese pasi ekipi i fëmijëve mund të furnizojë në të ardhmen ekipin e të rriturve dhe të vazhdojë traditën e bukur të notarëve të famshëm të skuadrës bregdetare. Ne morëm pjesë me 14 fëmijë, që ishin 4 goca dhe 10 djem. Më i madhi është Albi Dedaj, moshës 13-14 vjeç, që zuri dhe vend të dytë në disiplinat e stilit të lirë, në 400, 800 dhe 200 metra stili lirë. Dhe pjesa tjetër pastaj janë fëmijë të vegjël, të cilët u klasifikuan në vendet e para, të dyta, të treta. Këtë vit kemi marrë nismën që të nisim një ekip të ri me fëmijë të vegjël dhe të ecim përpara me ndihmën e prindërve, të fëmijëve, bashkisë dhe Pallatit Sportit dhe shefit klubit do bëj maksimumin. Ky mentalitet fituesi po brymoset që në moshë të mitur tek ta voglush, që stërviten çdo ditë pranë pishinës së mbyllur. Pate shumë emocione kur garove? Jo fare. Po çfarë vendi zure? Treti. Po në kampionatin tjetër çfarë vendi do sesh? Po mendoj të dytin. Po pastaj? Edhe të parë. Si sport e kam zgjedhur që të ushtrohem, të zgjatem dhe të bëhem më i fortë. Megjithse më të pakta në numër se bashkëmoshatarët e tyre, 4 vajzat e ekipit janë një komponent mjaft i rëndësishëm i skuadrës. Megan Deda, e cila fitoi vendin e dytë dhe të tretë në kampionat, përballë rivaleve më të mëdha se sa ajo në moshë, ka nisur të shoqë tani për fitimet nga sporti i notit. Në kampionati more pjesë ti? Po mora dola e dyta dhe e treta, po ishim më të ndej sa mua, edhe unë sa kam vazhduar nuk kam ai shumë vite. Do pëlqen shumë noti ty? Shumë, për shembull, ku isha unë 9 vjeçe, direkt u smursha. Tani unë kam na 5 vite që nuk smurem. 4 voglushet kanë dhe një apel për të gjitha bashkëmoshatarët e tyre. A doni që dhe vajzat e tjera t'ju bashkohen në not? Po! Në drejtimin e trajnerit të tyre, kampionët e vegjël të Teutës i kanë synimet e qarta për të ardhmen, të ngrenë sa më shumë trofe dhe çmime të para në kampionatet e ardhshme.